Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht tu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në fakt kam patur shumë komente, Tiron komentohe Selinën, komentohe Gimbon, çfarë po ndodh me çiftin, çfarë po ndodh me marrëdhënien e tyre. Marrëdhënia e Selinës edhe Gimbos po shkon drejt më së mirës. Ndryshe nga personazhet e tjerë, të cilët janë fokusuar tashmë te sukseset e tyre, Selina dhe Gimbo kanë përzgjedhur që të ndjekin rrugën e tyre të dashurisë. Pikërisht këto muaj të verës, ashtu siç në fakt edhe Selina premtoi në intervista, do t'ja kushtonin vetes së tyre, do t'ja kushtonin dashurisë së tyre, do t'ja kushtonin lumturisë së tyre. Do me thënë, do t'ja kushtonin njohjes më shumë. Me patjetër që duhet njohje, sepse unë mendoj që çdo çift njihet çdo ditë e më tepër, çdo çift njihet çdo vit e më shumë. Sa më shumë të ndajnë kohë me njëri tjetrin, aq më shumë krijojnë njohje, aq më shumë krijojnë momente. Dhe kështu unë e shoh Selinën edhe Gimbon, shumë të afërt edhe shumë të dashur pranë njëri tjetrit. Selina dhe Gimbo janë ndalur apo po pauzojnë pak me projektet e tyre. Nuk është se kanë sjell më projekte, do me thënë DJ ishte projekti i realizuar bashkarisht, që pati një sukses të jashtëzakonshëm, u mirëprit shumë bukur nga publiku, kanë përzgjedhur që të shëtisin sa më shumë dhe të ndajnë momentet e tyre nga momentet private. E shoh Selinën shumë të lumtur, në fakt e shoh Selinën të përmbushur. Unë kam besuar gjithmonë dhe vazhdoj të besoj në dashurinë të Selinës edhe të Gimbos. Më pëlqen, do me thënë, si ndjenjë, më pëlqen si emocion që e kanë ndërtuar dhe e shoh që kjo marrëdhënie, kjo lidhje vërtet ka një të ardhme të bukur dhe këtu ka një diçka përtej thjesht njohjes. Tani shumica nga publiku më kanë pyetur Tiron si mendon, a do të kemi një dasëm këtë vit nga Selina dhe nga Gimbo? E konfirmuar nga Selina është që nuk do të ketë një dasëm, por jetës nuk i dihet, do me thënë momenteve nuk u dihet. Unë mendoj që Selina njëherë do të pretë rikthimin e babait të saj në shtëpi dhe më pas do me thënë të vendosën për të bërë një lëvizje siç është ajo lëvizja e një dasme, dhe nga ana tjetër e shoh Gimbon i cili njëherë dëshiron që të investon pafund në artin e tij, në karrierën e tij, për të krijuar dhe për të rindërtuar identitet më të fortë dhe nga ana tjetër kur të jenë gati çifti, pse jo, për të bërë një dasëm shumë të bukur. Edhe pse ato të dy bashkjetojnë, do me thënë, jetojnë në të njëjtin ambient, ndajnë kohën të dy së bashku, Gimbo qëndron në Tiranë, por mendoj që edhe dasma do t'ishte një nga dhuratat më të bukura që do t'i bënin njëri tjetrit. Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi, në fakt vazhdojmë të ritakohemi në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të ndaluar tek binjakët, tek Romeo dhe Donald Veshaj. Romeo dhe Donaldi janë në qendër të vëmendjes, realisht për çdo lëvizje që bëjnë në jetën e tyre, portalet janë të fokusuara te kjo dyshe. Pyesin se cilat janë ndryshimet më të fundit, çfarë po ndodh me jetën e Romeos. Romeo përpos që është fokusuar tek suksesi, përpos që është fokusuar tek ndërtimi i të ardhmes së tij, nuk është se është duke bërë diçka tjetër, do me thënë nuk ka ndonjë lëvizje emocionale, nuk ka ndonjë lëvizje shpirtërore nga ato lëvizje që në fakt ne jemi mësuar që tashmë t'i shohim, nuk ka gjë të tilla nga Romeo, ndërsa Donaldi, gjithashtu dhe Donaldi i super fokusuar në rrugtimin e suksesit të tij tashmë në arkitekturë, do me thënë në design, në gjëra të bukura që vetëm Donaldi di të bëj, nuk kemi akoma një lëvizje të asaj dasmës së madhe që u përfol se Donaldi dhe Bora do të bënin diçka shumë të bukur. Nga informacionet që kam unë, do me thënë Romeo fillimisht njëherë është shumë i fokusuar tek media që ka hapur, nuk është e lehtë që të ndërtosh një media, nuk është e lehtë që të hapësh një media, do me thënë është mirëpritur me shumë dashuri tek publiku, ka sjellur emisione shumë të interesante dhe ka marrë atë mbështetjen e publikut si një media e re por konkurruese, pse jo?
Ndërsa nga ana tjetër, Donaldi, me patjetër që janë në planet e tyre për të bërë një manifestim, ku do të ketë të ftuar miq, familjar, njerëz të dashur të tyre që ato i kanë njerëz të veçantë në jetë. Sepse unë gjithmonë them, në momentin që ti bën një manifestim, bën një celebrim, çfarë do qoftë ajo, qoftë edhe një ditëlindje, ti gjithmonë i thëret ato njerëz të cilët ti i vlerëson, i ndjen njerëz të tu të afërt, i ndjen njerëz të tu të shpirtit dhe nga informacioni që kam unë, me patjetër që do të bëj një dasëm me Borën, por do të jetë një dasëm e cila do të fokusohet miqve të tyre të afërt, familjes dhe njerëzve më të dashur. Domethënë, jo një dasëm shumë e madhe, një dasëm e vogël, por me shumë emocion dhe dashuri brenda. Dhe kjo gjë është konfirmuar edhe nga ana e Donaldit. Domethënë, tani më familja Veshaj është e fokusuar tek Donaldi për të realizuar këtë dasmën e bukur. Bora me patjetër që ka marrë dashurinë e pafund të kësaj familje, do me thënë prindërit e Donaldit e kanë pritur me shumë dashuri, kjo tashmë është e faktuar në këtë familje, ndërsa tek Romeo nuk kemi asnjë lloj lëvizje. Ndoshta Romeo akoma nuk është gati për të na treguar se kujt në të vërtet ja ka besuar zemrën e tij. Gjithsesi ne do t'i ndjekim hap pas hapi dy vëllezërit dhe me patjetër që do t'ju sjellim të gjithë lajmet këtu në kanalin Monitor TV. Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, se ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë pranë jush lajmet edhe ngjarjet më të fundit që kanë të bëjnë me Eliona Binjakaj dhe Klodianin. Ju tashmë e dini që dyshja të cilët u njohën dhe nisën rrugtimin e tyre të bukur të dashurisë brenda shtëpisë së Big Brotherit, po i japin pak më shumë seriozitet emocioneve dhe po marrin një rrugë më të bukur në jetën e tyre. Për çfarë konkretisht bëhet fjalë? Ato të dy u fejuan dhe tashmë marrëdhënia e tyre është shumë marrëdhënie serioze. Të gjithë më kanë pyetur se Tiron çfarë mendon, a mund të jetë Klodi pjesë e Big Brother VIP Albania në edicionin që vjen. Eliona, pasi që kanë shumë klikime, janë shumë të dashur për publikun dhe tashmë edhe publiku e ka kuptuar këtë strategjinë e reality show, do me thënë marrin personazhe të cilët janë të klikuar, personazhe të cilët janë të ndjekur, të dashur për klikime etj etj. Jo, Klodi dhe Eliona kanë një kontratë të nënshkruar në televizionin Klan. Me patjetër që televizioni Klan është televizioni i cili i ndërtoi, i krijoi, i bëri me këtë famën që ka dhe normalisht do t'i përdorte për interesin e tyre, si gjithmonë. Dhe pyetja që më së shumti shtrohet se ku do t'jenë të pozicionuar. Nga informacione që kam unë, Klodi dhe Eliona do t'jenë me pozicion tek Supernova, një show i cili është i ndërtuar në sezonin e saj të dytë që do të vi këtë verë, do me thënë është një show i ngjajshëm me She's on Top, ku Klodi dhe Eliona me patjetër që do t'jenë në këndin e juris, për të dhënë mendimet, për të dhënë vlerësimet, për të dhënë atë rrugtimin e tyre kundër drejt atyre vajzave që do t'jenë pjesë e Supernovës. Nga informacione që kemi ne, Klodi dhe Eliona e kanë pritur me shumë dashuri këtë ftesën. Do t'jenë pothuajse çdo javë pjesë e ekranit, do ta shijojnë momentin, besoj që do ta përdorin si rrugtim dhe kjo tregon që të mirat në jetën e tyre tashmë ka nisur të vinë, domethënë Big Brother ju ndihmoi shumë për të gjetur rrugë, për të ndërtuar ëndra dhe për të qenë prezent në media, që realisht është një sfidë e madhe dhe një luftë shumë e madhe për të qenë pjesë e mediave shqiptare. Do me thënë, Klodi dhe Eliona, si një nga çiftet më të bukura të këtij Big Brotherit, do t'jenë pjesë e Supernovës, një reality show që pritet të startojë shumë shpejt.